Vazhdoj ndihemi i kërcënuar, sepse mënyra se si funksionoi kjo çështje, aq shumë meshkuj sa më dolën përpara, ato mesazhe që Gjonida mi çote gabimisht, mu më duket sikur to funksionojnë si grup kriminal. Kastrioti është një 42 vjeçar nga Tirana, i cili pas njohjes me një vajzë do të nisë me të një raport që më shumë se dashurie mund të quhet interesash, sepse nga ana tjetër nuk kishte afeksion, por një listë kërkesash financiare dhe materiale. Gjithçka në këtë histori do të niste pas një takimi të 42 vjeçarit me dy zonja në lagje, të cilat do ta prezantonin me Jonidën, një vajzë po nga kryeqyteti, e cila sipas tyre kishte kaluar disa disfata në lidhje të mëparshme, por që mund të ishte e duhura për të. Por jo gjithmonë gjërat shkojnë sipas planeve. Nëse Kastriotit akoma pa bërë takimin e parë, kishin filluar fluturat në stomak, vajza kishte qëllime të tjera dhe nuk do nguronte as pak që t'i shfaqte që në fillim të bisedave me të. Në një moment më shkrujti që nuk do flasim dot më se nuk kam telefon. I thash që nëse ti do, ta blej telefonin unë. I dërgova fillimisht lekët që të blej telefonin. Nuk e bleu telefonin se tha ato 500.000 lekë që mi çove, tha i harxova se kisha borxhe dhe bleva diçka ilaçe gjona. E lash i bleva telefonin vet, ja çova. Në momentin që i dhash telefonin, pastaj filloi duke më çuar ca mesazhe të çuditshme që po më kërcënojnë, do e myllte numre kështu gjonash. U detyrova, i bleva një numër tjetër. I kërkova asaj se kush të kërcënon, nuk më tregoi, tha nuk duhet të përzin këto mohabete. Biseda gjithmonë ishte jam e sëmur, jo kjo ajo, kam halle, kam probleme. Duke qartë se vajza kërkonte të shmangte çdo kontakt me partnerin e sugjeruar nga dy gratë e lagjes, dhe bisedat mes tyre në vend që të sidheshin rreth planeve për të ardhmen, kishin gjithmonë karakter financiar. Kuptohet me kërkesa të vazhdueshme të vajzës. Kjo zonjusha pretendonte se ishte në Itali dhe në atë kohë shkruante edhe mesazhe, më duhen kaq euro, kaq lek, po bëj vizita, kam ble 500 euro ilaçe. Unë vazhdoja i dërgoja lek. E vazhdoi kjo histori, po më dasëm do blej fustane. Dhe Kastrioti gjithmonë i gatshëm, paguante. Momenti që ajo pretendonte që ishte në Itali dhe unë e kava. Sa i pata dërgu lekët, mas gjysore u këmbyen në autobus. Ishte bashkë me mbesën e vet. Nuk i thash asgjë se thash mos ta vejnë pozit para mbesës. Doli që në fakt nuk ishte qenë fare në Itali. Gjatë kësaj kohe që unë i pata bë disa dërgesa ndash te karta e bankës vet, ndash me Western Union. Ky pasion i vajzës për zhvatjen e Kastriotit, me të cilin pretendoi se ishte në një lidhje, nuk kishte të ndalur. Skemat ishin nga më të ndryshmet dhe qëllimi i njëjtë. Bella Vita në krahët e 42 vjeçarit. Ishte edhe një moment tjetër, do blente disa rroba dhe më tha që i kom ble edhe ilaçet me lek borxh te ajo shoqja ime që ka dyqanin. Na ditë më baton që mund ta kem telefonin fik mas dite se nuk kam karikim. E pata i farë dyshimi, vajte i çova lekët sa duheshin aty, për rrobat dhe për ilaçet që ulan mi lokal diku aty afër. Mas pak kohësh erdhi kjo. Ishte bashkë me një djalë tjetër. Hynë në dyqan, në momentin që hynë në dyqan, i shkrujta, a do vish pi shkafit. E pash që doli ka dyqani dhe ishte hutuar, por nuk i fola se nuk ishe i sigurt se kush ishte i djali. Ato ikën me makinë, unë ika me mjet transportit tjetër dhe i gjeta që ishin për plas te presidenca. Arrita me i bë foto, nga që më tha ajo që nuk kam telefon, i bona foto dhe ishte me i telefon në dorë dhe i telefon vesh. E fala prap. Me këto probleme të një pas njëshme të vajzës, të zgjidhura gjithmonë nga Kastrioti, erdhi vera. Dhe kuptohet, i dorobi disa ditë plazh. Por Jonida kishte një mënyrë krejt të ndryshme për të kaluar pushimet. Ajo shkonte fillikat e vetme. Dhe kush paguante? Kastrioti më. Kanë thonë për plazh se jam keq me tiroidet, me gjonat. I dhash fillimisht 200.000 lekë, ja dhash te dyqani motrës vet. E iku dhe kjo, i iku në plazh, më shkrujti direkt, tha, më duhen ca lekë se kam ngel pa lekë, i çova 150 euro. Kaq kom për momentin, po deshet i çoj këto. Ja çova direkt. Mas 2 ditësh më shkrujti që jam në hall, jam zi me vllajën, du më u kthy në Tiranë patjetër. U detyrova i çova edhe 200.000 lekë tjera. 550.000 lekë. Nuk është investim i keq për ca ditë plazh. Për dashurinë e jetës, kuptohet. Por pas kësaj verbërie që zgjati disa muaj dhe miliona lekë të shpenzuara, një ditë të bukur, flutura dolën nga stomaku dhe Kastrioti nisi të bënte disa llogari, që natyrisht nuk i dilnin. Nuk po i besosha më, po më dilshin edhe shumë meshkuj përpara, i kërkova takim për sqarim, nuk i kërkova lekët fillimisht, i thash, do të takohem me ty në pranit babës dhe vllajt tat. T'ja shpjegoj se çka ka ndodhur mes nesh. Në këtë pikë filloi të carohet, duke bë telefonata, merrte me numër privat, thoshte hajde ke dyqani se ta tregoj unë. Më ka kërcënuar, më ka thonë, a e njeh ti kush është Genc mere.
Emri që përmendet nga vajza është i drejtuesi i lartë i policisë së shtetit, i cili me sa duket pa dijenin e tij, po përdoret si armë për t'i bërë presion kastriotit. Mas 1 orë, 2 orë mori person tjetër, një djalë po me numër privat. Nga mënyra si foli, po më prezantoi sigurisht e policë. Sa mas dite më mori në telefon i person, filloi duke më kërcënu me jetën. Do të vi aty, do të pres, do të bëj, do të vras, do të varë me kokë poshtë. Ishte edhe ajo e prezente aty, se janë i gjova zonin, se e pyeste ky se ku e ka shtëpinë ky, e ajo po i jepte adresën tij. Gjithë ajo dashuri u venit menjëherë sapo 42 vjeçari kërkoi të remonte paksa në jetën e vajzës. Në fakt Jonida nuk është se kishte shumë faj. Ç'pun kishte kastrioti me njerëzit e saj? Raporti duhet të funksiononte fare qartë. Lek, dhurata, rroba, pushime, telefon, në këmbim të asgjëje. Po pse më budallaj di kastriotin ti? Të paktën një puthje, se s'po themi më shumë. Sidoqoftë, situata bëhet serioze, prandaj ai vendos të marrë në telefon policin, me shpresën se kjo e fundit do të ndërhynte. Vajtëm komisariat, fillova deponimin. Momentet që unë po bëja kallëzimin, kontaktun Jonidën në telefon. Sa po e kontaktun këtë zonjushën, mas 2 minutash fillon telefonatat edhe në komisariat. Sa po hynin në komisariat, fuso sigurisht e shefe komisariati, policia, prokuroria nuk kanë bua si hapa si gjë, as më kanë pyet, as kanë verifikuar si gjë. Thjesht kanë mbyll çështjen, nuk di nga truhem, nga policia, nga Jonida, nga prokuroria, nga rrugashët e saj. Vazhdoj ndihem i kërcënuar, sepse mënyra se si funksionoi kjo çështje, aq shumë meshkuj sa më dolën përpara. Mu më duket sikur këto funksionojnë si grup kriminal. Pasi dëgjuan pretendimet dhe akuzat e forta të kastriotit, u nisëm të takojmë Joniden. Këtë vajzë që sipas tij ka bërë 1001 të zeza, e ka mashtruar, por mbi të gjitha i ka thyer dhe zemrën. Takimi me të nuk ishte aq miqësor në fakt. E don kuçi nga Pirania. Pse nuk e lini qet kastriot? E përqetu më kamerë ti? Kastriotin. Haj se Pse nuk e flasë. lë qet? Nuk më lëshjeta i mu. I ke shkruajtur këto mesazhet, do ta tregoj unë ty. Çfarë do të tregoj? Mos nxjerr kamerë. Çfarë do t'i bësh? Okej, haj se flasë. Kush janë ato njerëzit që afut që ta marrin telefon? Jo, lërë kamerë. Okej, se sërim ndryshën. Kush është ai djali që ka marrë në telefon kastriotin dhe e ka kërcënu? Okej, se flasë. Ai t'ka dhënë para, t'ka bler dhurata, t'ka bler telefonin, shkonte dhe paguante rrobat e tua. O shef, se ka love. Shef? Mos është ai shefi që thot kastrioti? Të ka bler dhurata, të blente rrobe, shkonte paguante rrobat e tua. Është normale ti ikësh. Jonida, nuk mendoj se do fshihen shumë gjatë. Nuk është zgjidhje të futesh në magazina. Është më mirë që të dalësh. Kush është ai miku që mori në polici? Si thua dalësh dhe t'japësh përgjigjet e tua? Rrobet i blinte, telefonin ta bleu, lek të jepte. I thoje jam në Itali dhe ishe në Shqipëri, të çonte euro. Do vazhdosh fshihesh. Jonida, besoj që është më mirë të dalësh. Pasi u fsheh brenda supermarketit, pavarësisht se e pritëm shumë gjatë, pak orë më vonë, Jonida na telefonon duke akuzuar kastriotin për gjithë çfarë ka ndodhur. Tani ai shantazhon mua me foto me Jona në TikTok. E di ti të sigurt që është kastrioti ai që ka llogarit? Ai e ka me adresë femër. Sepse më tha, ishim të dy, ishim me vllajën e vet ke komisariati para 2 ditësh. Po? Ishim në Rum atje. I tha vllajve, "Hiqja foto, hiqja video të gotës, pa se e kena nuk të çështje me prokurori, me polici. Edhe e kena lënë që të na marrin në polici." Nëse akuzat e Jonides janë të vërteta, atëherë dhe kastrioti duhet të mbajë përgjegjësi para ligjit për veprimet e tij, pasi asgjë nuk i justifikon denigrimin përmes rrjeteve sociale. Por këtë vajza kërkoi një ballafaqim në zyrat tona, por pasi caktuam ditën dhe orën, ajo na mbylli telefonin dhe nuk u përgjigj më. Sidoqoftë, kjo pak rëndësi ka. Ajo që duhet të bëjë kjo vajzë është që t'i kthej lekët kastriotit dhe t'i kërkoj falje për atë që i ka shkaktuar.